Imitimet e lodrave për fëmijë si dhe produkteve ushqimore janë disa nga mallrat që dogana e Kosovës i konsideron të rrezikshme, e të cilat vazhdimisht tentohet që të futen në tregun e Kosovës. Sadie Topojani, udhëheqëse e sektorit për të drejtat e pronësisë intelektuale, thotë se dogana e Kosovës vazhdimisht lufton kundër piraterisë së mallrave që prezantohen si origjinale, por identifikohen si imitime. Ajo thekson se vetëm gjatë muajit gusht të këtij viti, dogana ka zbuluar mbi 200 lodra për fëmijë, të cilave nuk u dihet origjina. Sipas saj, përveç lodrave, dogana sekuestron dhe asgjëson edhe produkte ushqimore e artikuj të tjerë që paraqesin rrezik për qytetarët. Shumicën e këtyre lodrave, Topojani i ka cilësuar si të dëmshme për shëndetin e fëmijëve. Në këtë grafikon mund të shihni statistikat që nga janari deri në më tani, ku zyrtarët si anëtar të task forces, kryesisht të institucioneve ligjzbatuese, kanë marrë veprime për mbrojtjen e të drejtave të autorit, ku në muajin shtator kanë realizuar një inspektim ku janë sekuestruar 20 copë vepra të cilat dyshohet se shkelin të drejtat e autorit, pastaj me radhë ngosht në prell edhe në shtator, ku ka më shumë në shtator, sepse në shtator fillon viti i ri shkollor dhe aty kemi gjetë shumë libra që janë të pirate, që shkelin të drejtat e autorit, që janë botu pa lejen ose autorizimin e autorit. Gjithashtu në gjatë inspektimeve janë gjetë edhe lodra të cilat disa prej tyre dhe janë sekuestruar nga institucionet ligjzbatuese dhe janë konstatuar se shkelin të drejtat e autorit, të cilat lodra dhe mund të jenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Do të thotë autorët e këtyre veprave kanë kërkuar nga institucionet ligjzbatuese që të marrin veprime në treg, japin informacione të ndryshme për institucionet ligjzbatuese që sa më shumë edhe sa më efektive të jetë mbrojtja në vendin tonë. Tek sekuestrimi i lodrave, do të thotë dogana e Kosovës ka pranuar informacione nga bartësit ose autorët e këtyre veprave, të cilat janë trajtuar me shumë seriozitet nga dogana e Kosovës, dhe ky rast do të thotë është planifikuar një operacion në bashkëpunim me Inspektoratin e Tregut, ku në këtë rast rolin udhëheqës e ka pas Inspektorati i Tregut për shkak se dyshimet kanë qenë se këto produkte gjenden brenda tregut. Do të thotë nuk kemi pas informacione se nga cilat pika apo nga importohen apo nga është origjina e këtyre mallrave, por që gjenden në shitje në tregun e mbrëmshëm. Inspektorati i Tregut në bashkëpunim me doganën kanë planifikuar operacionin, kanë realizuar një plan operativ në 12 subjekte të ndryshme në regionin e Prishtinës, ku nga gjitha këto 12 subjekte janë sekuestruar 275 lodra, për të cilat dyshohen që shkelin të drejtat e autorit dhe të drejtat e parafërta. Pra, ka qenë një operacion jashtëzakonisht i mirë, kjo tregon vullnetin e institucioneve për të bashkëpunuar, për të mbrojtur këto të drejta, do të thotë edhe informacionet ndohen në kohë reale bashkërisht me institucionet dhe komunitetin e biznesit, dhe si rezultat i pranimit të këtyre informacioneve ne kemi rezultuar me 12 inspektime që kemi bën në regionin e Prishtinës, duke i sekuestruar këto lodra në sasi prej 275. Nga dogana bëjnë të ditur se çdo person apo kompani që shkel ligjin përballet me procedura ligjore dhe me masat përkatëse sipas rregullave të Republikës së Kosovës. Sa i përket rolit të drejtave të pronës intelektuale në Kosovë, Kosova ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në krijimin e infrastrukturës ligjore dhe mekanizmave institucional. Lidhur me infrastrukturën ligjore, fillet e para për mbrojtjen e të drejtave të pronës intelektuale fillojnë me aktin më të lartë të ligjeve, si që është Kushtetuta e Republikës së Kosovës, pastaj ligjet për pronësi intelektuale, rregullore dhe aktet nënligjore. Të gjitha këto ligje
janë të harmonizuar me direktivat e Bashkimit Evropian dhe kjo rrjedh edhe si rezultat i realizimit të obligimeve të marrëveshjes së stabilizim asociimit që Kosova ka nënshkruar me vendet e Bashkimit Evropian që në vitin 2016 ka hyrë në fuqi dhe ne si Kosovë kemi arrit kemi përmbush këto obligime sa i përket legjislacionit të harmonizuar me direktivat e Bashkimit Evropian. Referuar kushtetutës së Republikës së Kosovës janë dy nenet ose paragrafi i 5 i nenit 46 që thotë se prona intelektuale mbrohet me ligj. Pastaj te neni 48 kemi paragrafin 1 ku liria e krijimtarisë artistike dhe shkencore është e garantuar me kushtetutë. Pra kjo është baza kyçe që i referohemi gjitha ligjet për mbrojtjen e të drejtave të pronës intelektuale në Kosovë. Çka përcakton legjislacioni në Kosovë për pronë intelektuale? Do me thënë i përcakton procedurat, kushtet e dhënies së këtyre të drejtave, disa të drejta duhet të regjistrohen në Kosovë, përcakton procedurat dhe kushtet e mbrojtjes dhe përcakton institucionet që luajnë rolin mbrojtjen e pronës intelektuale. Cilat janë ato institucione dhe procedurat të cilat duhet të jenë të komplikume për mi i inkuraju bartësit ose pronart e markave tregtare ose të këtyre të drejtave ndërkombëtare të njohurat që janë ndërkombëtarisht. Procedura ligjore duhet jetë patjetër efektive, drejtë, e shpejtë, me efekt në parandalim, jo e komplikume, jo e kushtueshme. Në të kundërtën nuk do të kishte interesim të këtyre pronarëve që të vinin në Kosovë dhe t'i mbronin këto të drejta. Sankcionet për shkelësit e të drejtave të pronës intelektuale sipas ligjeve në Kosovë, do me thonë sankcionohen me ligje administrative, civile dhe penale. Këto duhet ta ketë parasysh çdo qytetar i cili tenton të shkelë këto të drejtat se mund të ballafaqohet me sankcionet e parapame me ligjet e aplikueshme në Kosovë. Institucionet ligjzbatuese që marrin edhe veprime për mbrojtjen e këtyre të drejtave janë Dogana e Kosovës, Inspektorati i Tregut, Policia e Kosovës, Prokuroria dhe Gjykata, Agjencia për Menaxhimin e Pasurisë së sekuestruar dhe konfiskuar. Të gjitha këto institucione janë anëtar të dy trupave, Këshillit Shtetëror për pronësi intelektuale dhe Task Force-s kundër piraterisë dhe falsifikimit. Dogana e Kosovës është vlerësuar në nivel ndërkombëtar për punën dhe bashkëpunimin e saj në luftimin e kontrabandës dhe produkteve të falsifikuara. Dogana e Kosovës që nga viti 2017 është anëtare e Organizatës Botërore të Doganave dhe që nga ajo kohë deri më tani është me të drejta të barabarta siç janë edhe shtetet tjera anëtare të anëtarësuara në këtë organizatë. Në vazhdimësim është pjesëmarrëse në operacionet ndërkombëtare që organizohen nga Organizata Botërore e Doganave për luftimin e falsifikimit dhe piraterisë. Gjatë këtij viti do të thotë ka marrë pjesë në operacionin Stop 4, ku Dogana e Kosovës në mesin e 190 shteteve pjesëmarrëse në këtë operacion ka dalë e shtata për garënditja nga rezultati dhe suksesi që ka arritur në këtë operacion. Pra është një sukses i jashtëzakonshëm për Doganën e Kosovës, që tregon një përkushtim dhe efektivitet në luftimin e këtyre dukurive negative në Kosovë. Pra ka një përkushtim shumë të madh Dogana e Kosovës dhe kemi rezultate jashtëzakonisht mjaft mira, siç e dini edhe raporti progresit i këtij viti ka dalë shumë pozitiv për Doganën e Kosovës në fushën e të drejtave të pronës intelektuale. Vetëm gjatë vitit 2025, Dogana e Kosovës ka ndaluar mbi 14 milion mallra të falsifikuara dhe të kontrabanduara. Të gjitha këto produkte, përfshirë artikuj kozmetik, higienik dhe shumë të tjera, janë sekuestruar dhe asgjësuar në bashkëpunim me institucionet e tjera të vendit.